Një prej qyteteve më magjik të botës, fakt një lagje, Manhattan, mes Hudson River dhe East River, shiheni pamjen spektakolare të Grattacielave. Në këtë drejtim është Central Parku dhe Grattaciela më e lartë e hollë në botë, në maj ka vetëm një apartament. Duke vazhduar në këtë drejtim mund të shkosh në Chrysler Building, një prej godinave ikonike të New Yorkut, më pas vazhdohet në godinën që ka qenë më e larta në botë për një periudhë shumë të gjatë kohe, Empire State Building, një prej mrekullive të New Yorkut, ndërsa nëse vazhdon kështu mund të shohësh OKB-n, po shumë e ulët nuk duket, dhe do t'i tregoj dhe pjesën që lidhet me ish kullat binjake. Po shiheni se çfarë lartësie jemi dhe çfarë pamje ka i gjithë qyteti, ndërkohë në këtë drejtim po ju çoj për të parë zonën ku dikur shtrieshin kullat binjake, dy godinat më të larta të New Yorkut dhe dy nga mrekullitë e inxhinierisë në botë që u shëmbën 11 shtator të vitit 2001. Shiheni pamjen në këtë drejtim, është spektakolare. Në vend të saj është kulla e parë ndërtuar, është kjo kullë, e ndërtuar eksaktësisht ku ishin dy kullat binjake, ndërsa poshtë është memoriali kullave binjake. Në këtë drejtim shkon për të parë statujen e lirisë dhe Ellis Island, vendin ku mbrinin emigrantët e parë në Amerikë. Nga Age, New York, 335 metra lartësi.